Vllaznia vazhdon të jap sinjale pozitive në prag të startit të kampionatit. Kuqeblut kanë marrë fitoren e tretë radhazi në ndeshjen miqësore të kësaj vere, këtë herë në transfer ndaj Tërbunit të Pukës, me rezultatin 0-2. Pas fitoreve, 3-0 ndaj Laçit dhe 4-0 ndaj Burrelit, të dyja në stadiumin Loro Boriqi, skuadra shkodrane ka triumfuar edhe në Ismail Xhemali të Pukës, duke konfirmuar një formë në rritje, kur kanë mbetur vetëm 3 javë nga starti i kategorisë superiore. Pjesa e parë u mbyll pa gola, pavarësisht se vllaznia pati mundësi të kalonte në avantazh. Në minutën e 45, Kuqeblut fituan një 11 metrash, por Daniel Perez nuk arriti ta shndërronte në gol pasi gjuajtja e tij u prit nga portieri i Tërbunit. Fakti që penalltia u ekzekutua nga Perez, ndërkohë që në fush ishte edhe kapiteni Bekim Balaj, mund të jetë një nga alternativat që trajneri Edi Martini po teston në prag të kampionatit. Ndryshe ishte historia në pjesën e dytë. Zëvendësimet sollën më shumë energji në lojën e vllaznisë dhe dy prej futbollistëve të aktivizuar nga stoli do të ishin protagonistët e fitores. Fillimisht, Gerard Kubazi zhbllokoi rezultatin duke kaluar vllazninë në avantazh. Më pas, një tjetër penallti në favor të kuqebluve u shndërrua në gol nga Edon Murataj, i cili vulosi shifrat në 0-2. Murataj ishte pranë një tjetër super goli, me një goditje spektakolare nga jashtzonës që u përplas në trekëndshin e portës dhe u rikthye në fushën e lojës. Në këtë mënyrë vllaznia mbylli me sukses edhe miqësoren e radhës dhe vijon përgatitjet për kampionatin, ku në javën e parë me 22 gusht do të pres në Loro Boriqi Skënderbeun e Korçës. Në miqësoren ndaj Tërbunit, trajneri Edi Martini aktivizoi nga minuta e parë Jukajn, Çeliković, Pusin, Dofmor, Sokol Uldedan, Mustën, Çaton, Drosin, Kobilajen, Peresin dhe Balajn. Pas ndeshjes, Martini vijoi të mos prononcohej për mediat, ndërsa këtë herë nuk u lejua të dilte në konferencë as ndihmësi i tij Ergi Borshi. Ndërkohë trajneri i Tërbunit, Gjunej Qutra, ishte i gatshëm të fliste për mediat e pranishme. 3 fitore në 3 miqësore dhe asnjë gol i pësuar janë një bilanc që jep optimizëm vllaznisë përpara startit të sezonit të ri. Po përgatitemi më së miri për të bërë një ekip konkurrues mjaftueshëm për ta kthyer Tërbunin aty ku e meriton. E tani presim akoma afrime. Vllaznia një ekip i madh në pjesën e parë, Tërbuni i përballoi. Tani po flasim për një ekip që është përgatitur për kampion të Shqipërisë. Gjej rastin të shpreh falënderimet tek i vllaznisë që pranoi të bëte një ndeshje miqësore me ekipin tonë Tërbunit. Ishte një ndeshje e mirë nga ana jonë, interpretuar mirë, pastaj dihet që ritmi i vllaznisë është më i lartë se i jovi, por gjithsesi jam i kënaqur nga pjesa dërmuese e ekipit.